Ndaj ne po e lexojmë edhe pyetjen e radhës. Në për popull thot një teleshikues janë përhapur disa botkuptime, sikurse dita martë është ditë jo mirë dhe nuk duhet të nisur për në rrugë ose kruarja e dorës, lëvizja e syrit dhe gjëra të tilla. Desha thot të di se sa janë të sakta këto dhe a kanë bazë në fen islame. Është e vërtetë se janë të përhapura në popull disa botkuptime të këtilla, cilat po i përmend edhe pyetësi, edhe fatkeqësisht do thotë gjitha këto botkuptime janë bestytni. Me fjalën bestytni besojmë edhe kuptojnë edhe shikuesit, është për qëllim kur njeriu do thotë disa veprime i obligon do thotë ose respektivisht i ndalon ato, duke mos pas ndonjë argument qartë në cilën mbështetet. E kjo është e njëjta do thotë edhe puna me këto cilat po përmenden, fatkeqësisht do thonë popull ka pretendime për disa veprime të caktuara se aludojnë në diçka, sikurse që ishte kjo çështja e të martës ose mos prerja e thonjëve ditëve të marta ose do thotë ndalesa të martohemi do thotë ndërmjet dy bajrameve e kështu me radhë do thotë disa veprime, por gjithashtu edhe disa paragjykime sikurse që disa veprime do thotë ndjellin ogërzi apo kështu me radhë, sikurse pretendimi që nëse njëri niset në një rrugë edhe ndodh mja prej rrugën ndonjë mac e posaçërisht nëse ajo është e zezë kështu me radhë që aludon apo kemi për njerëzve që e ndërpret rrugën edhe nuk vazhdon duke paragjykuar se ajo rrugë nuk është e hajrit e kështu me radhë. Këto gjitha janë bestytni. Do thotë gjëra që njerëzit i besojnë pa pasur argumente. Është shumë interesante do thotë forma e paragjykimit do thotë që ndjell në zemrat e njerëzve në përgjithësi. Unë mendoj do thotë që fatkeqësisht shumica atyre njerëzve që ju besojnë këtyre gjërave apo mundohen me praktiku me një përpikmëri më të madhe, janë ata njerëz që kanë njohuri të cekta në lidhje me besimin edhe do thotë nuk janë si duhet në raport me fen në përgjithësi. Pra i shohim do thotë që në aspektin e besimit ndaj Allahut subhanahu wa taala edhe ndaj në kryerjen e obligimeve ndaj tij nuk janë askund, kurse në besimin ndaj këtyre gjërave edhe kapjen rreth tyre do thotë është shumë i theksuar tek ata. Edhe kjo do thotë tek unë shpeshherë kanë nxit do thotë si një lloj pikpyetje pse vallë ndodh kjo. Prandaj mendoj që problemi qëndron atë se njeriu ashtu siç e ka kriju Allahu i Lartësuar do thotë prej do thotë është kriju se ka nevojë për me besu. Atëherë kur ky besim nuk plotësohet me besim të sinqert, me besim të mirëfillt ndaj Allahut të Lartësuar, atëherë detyrimisht zaventohet me besime dhe botkuptime të këtilla që në fakt janë besytni. Prandaj edhe një herë po them këto janë besytni, edhe njeriu duhet më largu prej këtyre. Edhe persona të këtill që mirren shumë me kësaj nuk janë do thotë njerëz që mundin me arrit suksesin në jetën e përditshme të tyre. Për arsye se çdo lëvizje, çdo ngjarje tek ata ndjell do thotë fat keq apo pretendojnë se një veprim i caktuar do thotë aludon në një gjë që realisht do thotë nuk është e saktë e kështu me radhë. Njeriu i cili ka ambicie të larta duhet me pas edhe besimin e sinqert edhe më mbështet Allahun më mbështet do thotë në Allahun e Lartësuar edhe me pas parasysh se Allahu është krijuesi i gjitha sebepeve. Edhe ai do thotë në dijen edhe me vullnetin e tij realizohet në çdo gjë. Realizohet çdo gjë. Edhe njeriu kur mbështetet në Allahun e Lartësuar edhe kupton se çdo gjë ndodh me dijen edhe vullnetin e tij, atëherë padyshim krejt këto do thotë te i kalohen edhe nuk lajnë kurfar mbrese do thotë në shpirtin e tij.